Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit mëshirbërës. Ajetet e shërimit me Kur'an. Dietarët kanë bërë përpjekje të shpjegojnë ajetet ose suret të cilat mund të lexohen për shërimin e smurëve. Disa prej alimëve dietarëve, duke u bazuar në transmetimin e Nesit, Allahu qoftë i kënaqur me të, janë të mendimit se ato janë surja Fatiha dhe Ihlas. I dërguari alayhis salam ka thënë: "Nëse kur ta mbështesësh kokën në jasek, kur të biesh të flesh, e lexon Fatihan dhe Ihlasin, je i mbrojtur prej çdo gjëje përveç prej vdekjes." Po ashtu thuhet se surja Kafirun dhe Ihlas shërojnë dyftyrshmërinë, shirkun, kufrin. Ngjashëm me këtë thuhet edhe për surën Felek dhe Nas. Imam Kushairiu thotë: "Djali im ishte i semur rënd derisa më humbi shpresa se do të mund të shërohet, e ndërrova Muhamedit alayhis salam, i cili më tha: "Pse nuk i lexon ajetet e shërimit?" I kërkova në Kur'an dhe u binda se ishin 6 dhe do t'i shëroj krahërorët e njerëzve besimtar. Surja Tauba ajeti 14. Një ilaç për zemrat tuaja. Surja Yunus 57 ajeti. Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Surja Isra ajeti 82. I cili kur të semurëm pra më shëron. Surja Shura ajeti 80 me radhë, që është bërë shërim për njerëzit. Surja Nahl 69, thuaj ai është për besimtarët udhëzim dhe ilaç. Surja Fusilet ajeti 44 me radhë. Ja lexova birit këto ajete disa herë duke shpresuar në shërimin e tij dhe me lejen e Allahut të shërua. Ebu Muhammed Yahya el-Meshabi, njëri nga shokët e Shafiut, ka qenë njëri i devotshëm që ka jetuar jetë të gjatë pa shijuar sëmundje. Zoti e ka mbrojtur bile edhe në raste kur ishte kanosur rreziku me zhdukje. Kur e kanë pyetur se atë e mbron Allahu xhaleshanu, është përgjigjur: "Unë shumë i përsëris ajetet e mbrojtjes. Atij nuk i vjen rënd mbajtja e tyre. Ai është i lartmadhërisëm. Zoti im padyshim është ruaj mbi çdo gjë i madh. Dhe Allahu është ruajtësi më i mirë dhe ai është më i mëshirshëm i mëshirplot. Ai njeriu ka përcjellës përpara dhe pas. Të ruajnë me urdhër të Allahut. Ne në të vërtetë kemi shpallur Kur'anin dhe padyshim ne jemi mbrojtësit e tij. Dhe ruajmë atë prej çdo djalli të mallkuar." Surja Hijr ajeti 17. Kurse qiellin e kemi bërë kulm të sigurt. Surja Anbiya ajeti 32. Duke i mbrojtur prej çdo djalli prapshtan. Surja Safat ajeti 7. Dhe mbrojtje, ai është ligji i të fortit, i të gjithdijshmit Allah. Fusilet ajeti 12. Allahu i mbron edhe ata të cilat ata i marrin si mbrojtës në vend të atij, ti nuk je përfaqësues i tyre. Surja Shura ajeti 6. Nuk ka njeri i cili nuk ka mbrojtës. Surja Tarik ajeti 4. Dhe mbi ju me siguri vigjilojnë shkruas fisnik të cilët dinë se çka punoni. Surja Iniftar dhe 12. Një mend hakmarrja e Zotit tënd është shumë e fortë, padyshim vetëm ai është që fillon krijimin dhe e rifillon. Fal shumë dhe ka plot dashuri. Zoti i Arshit të madhruar që punon çka dëshiron vet. Atë ka ardhur ty lajmi për ushtrinë e Faraonit dhe Themudit, por ata të cilët mohojnë vazhdojnë me gënjeshtër. Po Allahu do t'i mbërthejë nga të gjitha anët. Përkundrazi, ai është Kur'an madhështor, në një pllakat të ruajtur mirë. Të gjitha këto ajete të shërimit dhe mbrojtjes janë pjesë të Kuranit Kerim, i cili është fjala e gjithfuqishme. Është e preferueshme që i semuri vet ose dikush që lexoj Kuranin në tërësi. Ai i cili me vëmendje lexon surën Felek, do të vërejë se përmes saj kërkon mbrojtje. E mbrojtës më i mirë është Allahu xhaleshanuhu, i cili ka krijuar çdo gjë. Ai pra e mbron njeriu prej çdo kujt dhe prej çdo sherri të keq. Një nga sherrat është ajo që bëjnë ata që lidhin dhe fryjnë nyja, sëmundje kjo të cilën e shkakton magjia, sehri. Kurse keqja e egoistit kur egoizmi e ka plën është sëmundje e cila ka piknisjen në vetkënaqësi egoizëm. To ajete fisnike të surës në fjalë e urdhërojnë njeriu që të kërkojë mbrojtje tek Allahu xhaleshanuhu nga sëmundjet e ndryshme fizike e psiqike. Kuptimi i surës Nas është kërkesa apo lutje e njeriu me të cilën i drejtohet të gjithfuqishmit krijuesit të njerëzve dhe të gjitha botëve. Ai lutet Allahut ta mbrojë nga keqja e cytësit, i cili ngasmon në gjoksin e tij pa marrë parasysh është ajo nga njerëzit ose nga xhinët. Ky sherr, siç duket, është sherri i sëmundjeve psiqike, të cilat ndikojnë edhe në aspektin fizik.